jeni këtu të mërkurë në EATN, një EATN të veçantë, speciale, sepse sot kemi fest. Ndaj, me këtë rast do doja të uroja të gjithë besimtarët musliman, urime festën e Kurban Bajramit. E me qënë se sot është një puntat festive, do të anisim ndryshe. Iva ka shkuar në studion e gastronomisë, pasi do të jetë një rubrik gastronomie speciale, që do të zjasë edhe më shumë, kam përshtypje se do të gatuan 3 receta. 3 receta të cilat në qendër të saj do të kenë gaforen blu. Unë jam shumë kurioze, besoj edhe juve tashmë. Ndaj, do t'i kaloj linjën Ivës me njerë, sa po t'ju them që gjithashtu do t'kemi rubrika shumë interesante në vazhdim, kështu që qëndroni shoqërinë tonë dhe në orën 13:00. Iva nuk do t'jetë vetëm me shef Redonin, por edhe me një të ftuar tjetër surprizë. Linja për të. Unë jam në kuzhinë edhe shefi po më pret sepse sot do t'u tregojmë një pjatë speciale, ose më saktë jo një, por disa të tilla, duke qenë se jemi edhe në festën e Bajramit, e mbase shumë për anvisave nuk kanë menduar ende se çfarë të gatuajnë. Sot do të kemi vërtet një specialitet, sepse edhe puntata do të jetë e tillë dhe shumë e veçantë. Mirë se gjej. Mirëmëngjes Iva, mirë se erdhe edhe sot. Atëherë ti nisi një pjatë speciale. Sot plot. Sot nuk është një pjatë speciale, është një produkt special që do të sjellë disa pjata speciale. Produkti është? Por jo vetëm, do të kemi edhe një të ftuar shumë special, të cilën do të ndajmë edhe këtë. Jo, nuk do të. Mos zbuloj që tani herë të tregojmë anvisave se çfarë kemi sot dhe cili është ky produkti i cili është kaq special. Sot do të gatuajmë recetë me gaforren blu. Gaforren blu. Produkt vendas, po. Rrezikoj? Jo, nuk rrezikon. E diti që unë nuk isha prekur asnjëherë gaforra? Kjo është gaforria blu. Kjo është gaforria blu, është nga krahët blu, po. Po, nga ato krahët blu. Interesante. Ndahen në disa lloje. Mirë, megjithatë do të kemi mundësi sot që përgjatë gjithë minutazhet të rubrikës së gastronomisë të flasim dhe marrim sa më shumë informacion për gaforren blu. Por sikurse shefi e tha, ne sot nuk do të jemi vetëm, do të na shoqërojë një tjetër shef, i cili është, jam e bindur, jo vetëm koleg me shef Redonin, por edhe shumë i njohur dhe të gjithë ju e njihni dhe e dini punën e tij dhe pjatat e mira që ai gatuan. Ne në fakt asociojmë atë me pjatat e ëmbla, me ëmbëlsirat, por sot ja tek do ta shohim disi më ndryshe. Me ne do të jetë sot kolegu i Redonit, por gjithashtu dhe shefi, miku i të gjithë anvisave dhe teleshikuesve, Sokol Prenga. Prenga është me ne në studio sot, mirë se vjen. Se ju gjena. Përshëndetje shef, si kalove? Mirë. A është zakonshme që mes shefave të ndahet ambienti ku gatuhet? Patjetër. Kjo janë të bukur që mund të jetë edhe po të fillojmë të gjithë të gatuajmë me 4 duar dhe të shpërndajmë eksperiencat tona, do të jetë gjëja më e mirë. Ka shumë nisma nëpër Europë dhe kudo kur është kjo mënyra që na tha Redoni, që me 4 duar është shumë bukur dhe tashmë këto janë bë praktika shumë të përdorshme kudo, sepse bashkohen bashkë dy përvoja të ndryshme dhe nxjerrin një përvojë unike. Shef Koli, unë e thash vetë pak më parë, ndoshta ne të njohim disi më të specializuar, le të themi tek ëmbëlsirat edhe tek recetat e ëmbla. Sot ndërkohë të kemi këtu për ta sjellë disa receta me gaforren blu. Dhe ndërkohë gaforren blu e njohim edhe si gaforria pushtuese, pse i kemi sot. Atëre, i gjithë qëllimi i kësaj që ne do të bëjmë sot pra disa gatesave të ndryshme, është sepse mirë e thëti është në një zhargon të përditshëm, përdoret ashtu si pushtuese për ata që merren me bregdetin, pasi kjo ka shumë kohë që ka ardhur në bregdetin ton dhe është shtuar në një masë shumë të madhe. Unë gjatë kohës që merresha me specialistët e zonës Divjakës që flisnin për këtë, unë nuk e dija, po u habita shumë që një gaforre femër bën deri në 700.000 vezë. Tash nuk e di se sa prej tyre, unë vetë statistikat nuk i kam se sa arrin të jetojnë, po sido që të jetë përqindja e mbijetesës prapë shumë, domethënë. Që do të thotë ajo i ka rrezik për ujërat, për gjallësat e tjera të cilat ajo ka filluar tash të dëmtoj shumë midhje të ndryshme, disa lloje peshqish, pra i haqen në gjenezë. Që në vezë. Dhe është shumë e vështirë sepse nëse do të ishte një sulm direkt kur ata do të ishin të paktën si tush të rritur, do ishte ndryshe. Ajo gjemon vezët
dhe dëmton jashtëmase shumë Bregdetin. Bisim Bregdetin ton fillon e kemi plot në Divjak, e kemi deri sipër në Patok, e ke kudo. Po cila është një formë ose më saktë ka mënyra që ne të mund ta menaxhojmë këtë? Thjesht farmë, ti ham. Ashtu. Po. I ham valla. Pare, ku janë të shkatarët për t'i kapur edhe ne? Në restoracion. Kërkojmë si gaforia blu, kështu? Gaforia blu, bër shumë vite, të paktën ka një 10 vjet apo. Ndoshta edhe pak më shumë. 10 vjet që është në mas. Është shitur edhe përpara, po përpara nuk njihej shumë. Dërsa tash po të shikosh, restorantet fatmirësisht e kanë kudo, i gjen kudo. Do të thënë në forma të ndryshme shefat e kanë përshtat me zonën ku janë, me dijet që ata kanë. Unë kam vite që e përdor tek makaronat me frutadeti në restorant ku punoj ose edhe ku kam miq që ta sugjeroj, të paktën krahët e gafores ose një gjysmë gafore në një pas me frutadeti do të shtoj pjatën, do të shtoj shihen sidomos, do të uli koston edhe në produkte të tjera, por që është një realisht një gatim shumë i mirë ose një produkt shumë i mirë që mund të shkojë në shumë gatime të ndryshme. Gatimet me frutadeti zakonisht janë edhe deri diku të kushtueshme, ë? Po. Edhe për cilësi Po shiko, kanë. kilja e kësaj sa është? 600 lekë, 700 lekë? Jo, është diku te 3.000 e pastruar tri komplet, mund të vi 4.000, 5.000 lekë të vjetra ose 400, 500 lekë të vjetra. Maksimumi, dhe të llogaritësh që me këtë 5.000 lekë ti mund të arrish të bësh disa lloje të ndryshme. Ndaj dhe ideja që ne kemi përgatitur sot nuk është vetëm një gjë, po si mund ta kemi ne këtë në shtëpi dhe që të arrijmë të bëjmë po me këto, me të njëjtat gafore, domethënë disa lloje të ndryshme gatezash. Shefi Koli, ne na duket ndonjëherë si kur ato receta që i konsumojmë dhe i porosisim në restorant, nuk arrim dot kurrë t'i bëjmë në shtëpi. Aq më tepër besoj kur vjen puna për produkte të tilla siç është gaforia, që duket sikur është e vështirë për tu menaxhuar, për tu gatuar, për tu pastruar. A ka ndonjë këshill që dëshiron të ndash me Anvisa? Neve do ta nisim sot, domethënë me pastrimin, sepse është shumë interesant edhe të njihet anatomia e gafores. Të pak a shumë njerëzit peshqit i njohin gjithë anatominë, mënyrën që kanë të pastrimit dhe tjera. Gaforet duket sikur është shumë e koklavitur, por nuk është. Është edhe thjesht fare, sepse po ta shikojmë, ja ky është trupi gafores, fillohet gjithmonë nga pjesa e brendshme dhe kemi këtë pjesën këtu. Pjesa e bishtit që ne i themi. Që bishti që i themi ne. Kjo këtu hapet shumë lehtë, nuk është se është e ngjitur, me një thik, edhe thjesht shtyhet në fund edhe hiqet. Kaq. Kjo është pjesa që gaforia nxjerr gjithë papastërtitë e veta jashtë. Kështu që pasi kemi heq këtë, ka mënyra të ndryshme pastrimi. Nëse duam që ta ndajmë në mes dhe ta përdorim siç është, ose nëse duam të bëjmë receta të ndryshme që të përdorim më vete, si thua, këmbët, edhe këto i heqim, i shkulim një nga një, do ta çajmë edhe do të pastrojmë pasaj të brendshmen e saj. A kanë le të themi të gjitha pjesët, sepse ju thatë që mundet edhe këto krahët të këputen edhe të gatuhen. Edhe ato përmbajnë vera ushqyesa apo përmbajnë e gjitha. E gjitha është pjesa këtu, si shikoni, është pjesë e gjerë, përmban shumë tul. Pastaj pjesa tjetër e tulit është e përqendruar në dy anët e saj. Gaforet meshkuj, siç ishte ky tash, kanë më shumë tul se sa ato. Pastrohet pjesa e brendshme, do ta shohim tash hapasave. E shohim shefi, sepse besoj që edhe Anvisat janë kurioztare për të kuptuar edhe se si hapet më pas. Mundet që të fillojmë me procesin. Në çast, fillojmë. Pastrimi është i thjeshtë, i heqim të gjitha pjesët, gjithë këmbët, të cilat do t'i shplajmë edhe ato më vete, po të shikojmë këmbët nuk kanë të gjitha të njëjtën sasi mishi, po kryesorët janë këto ktetrat e pincat e para. Tash, mbasi i kemi hequr, të gjithave do i heqim krahët. Mbasi i kemi hequr. Jam privilegjuar një herë që jam ulur edhe po ju shoh, se nuk të ndodh gjithmonë që të shoh dy shefa që gatuajnë bashkë. Tash, mbasi i kemi hequr tek pjesa që hoqëm pjesën fundore të jashtëshitjeve, e kemi shumë thjesht, me një veprim ku të rreqim që të dyja krahët, e hapim gaforën dhe e kemi këtu. Kjo pjesa këtu, e gjitha pastrohet, pasi këtu janë pjesa që filtrohet uji dhe këtu janë të gjithë mbetjet dhe papastërtitë që mund të ketë pas uji kur është rrit gaforja.
Dhe më pas besoj duhet edhe të kalojnë një proces Tjetër, e larjes, apo? tash është pjesa e larjes. Në shumë gatesa edhe në përvendet e tjera të botës e gjejmë që nuk e pastrojnë fare këtë. Sepse pjesa e brendshme e saj ku janë, si thua, pjesët e organeve të gafores, kjo ngjyra pak e verdhë në mustard, gjatë gatimit ka një shije shumë të këndshme. Por kjo ndodh vetëm në disa raste, në disa raste. Ne sot Për të qenë të sigurt është më mirë ju për të qenë të sigurt. Kështu që pastrojmë. Kështu tash ka ardhur momenti. Kjo është pjesa që është guacka, që nuk ka asgjë brenda, kjo thjesht duhet lar, dhe pjesa kryesore ku është tuli janë këto të dy qoshet anësore. Kështu që neve do ta lajmë këtë dhe pastaj fillojmë punën për ta gatuar. Pra, pasi bëm ndarjen, tash e pastrojmë pjesët e saj kryesore. Kurioze për të parë edhe se si lahet shefi. Po, atëherë është thjesht fare. Duhet kemi gjithkohë ujin të rrjedhshëm. Se thuhet që zakonisht të gjitha produktet e dietit duhet të lahen mirë, sepse përmbajnë Patjetër shumë mirë. baktere të ndryshme që mund edhe të shkaktojnë më pas problematika. Patjetër shumë mirë, shiko. Domethënë do të metaforët besoj. Patjetër. Këtë pjesën neve sot, nëse nga që e kemi pjesë të recetës, këtë zhgullin e sipërm, do ta pastrojmë edhe këtë shumë mirë në të gjitha qoshet e saj, se do ta përdorim më vonë. Dhe pastaj gjithmonë pastrohet këtu në qoshet e saj ku ajo mbledh algat, fërkohet mirë ose me furçe dhëmbësh ose me anë të gishtave, të thonjve, dhe mbasi e kemi të pastër komplet. Tashi, kjo është pjesa kryesore, siç e tham, aty në mes pastrohet. Duhet heqim të gjitha atë si Po ikën vetë, shiko, ja ikën vetë, thjesht e mbajmë në ujë, asgjë më shumë, ja shiko. Pastrohet vetë në çast. Edhe kemi qoshet anësore ku është i përqendruar tuli. Pjesa që do të konsumohet. Po. Pjesa tjetër më pas, tam ato dy anësore duhet të t'i pastrojmë patjetër. Ja. Po pjesa e pincave pastaj? Pjesa e pincave nuk na prish shumë punë, pasi nuk kanë ndonjë gjë shumë të madhe. Ne thjesht do t'i pastrojmë dhe shohim nëse ato kanë mbetje algash që i ngjiten pas trupit, ja vetëm kaq. Ndonjë solucion për t'i larë? Asgjë, vetëm ujë. Vetëm ujë. Tash jemi në rregull. Bukur. Edhe një serim për të gjitha anvisat se si të bëhet larja sa më e mirë e gaforës blu, e cila patjetër që ka nevojë për kujdes në momentin që pastrohet. Pra pastruam zhgullin siç e kishim, sepse në rastin tonë sot do ta përdorim më vonë për ta bërë të mbushur, dhe këtu kemi trupin, pjesën kryesore. Pra dy anët, siç e tham, që kanë pjesën kryesore të tulit, dhe në qendër të saj ku ishin organet. Atëherë unë do të marr vetëm një moment për të treguar të gjitha anvisave, por edhe një kuriozitet i vogël, këto janë vezët e gafores. Nuk e di nëse shifet qartë. Janë shumë mikro të vogla, po janë dy krah me vezë dhe të cilat shpërndahen ato mikro vezët e vogla. Ato që pastaj shpërndajnë e gjithë bregun edhe. Të tjera pastaj, ëh? Neve gatesat sot i kemi zgjedhur shumë të thjeshta, por do ta fillojmë nga një që është baza e gjithave, ku do përvolojmë gaforet, pra ku do t'i lëmë në ujë për një kohë shumë të shkurtër. Më pas, gjithë to gafora. Është gjithmonë para çdo procesi të gatimit të gaforet në çfarë lloj forme apo jo? Jo të gjitha, sepse nëse do i përdorim për makarona, ose nëse t'i përdorim edhe thjesht tiganit, do t'i hedhim direkt aty të gatuajmë. Në rastin tonë do na duhet që t'i marrim pak tulin që kanë ato anësore dhe të pastrojmë kthethrat. Bukur. Shumë interesante sot të gjitha recetat, besoj që i gatuaj shpejt. Mezi pres që t'i shoh një herë në radhë parë se si do të gatuhen, si do të jetë procesi, edhe shumë kurioze të mësuar
pastroheshin gaforët, kemi ngrënë dhe kemi konsumuar në restorante të gatshme, por që ka një fund disi delikate, ndaj me shumë kujdes edhe anvisat të tregojnë kujdes nëse duan që të gatuajnë gaforë. Megjithatë, edhe një herë të gjithë recetën edhe të gjithë momentin se si duhet bëhet pastrimi i gaforës, por edhe larja e mirësaj do ta gjeni patjetër në kanalin e YouTube-it në faqen e RTS-s, ku ndodhet edhe lista e programit e Jatene, me të gjitha recetat që shefi ka gatuar për gjatë këtij sezoni, kështu do të jetë edhe receta e sotme aty. Shefi, mbarove të gjitha apo? Jo të gjitha, nuk i mbaruam, por Po vezët pse po i heq veç? Po vezët hahen edhe shumë të mira. Edhe të gaforës? Po patjetër. çdo vezë, Çdo të dia që konsumohesh. Ka vezë të keqe. çdo vezë Atëre, për të ndihmuar pak lëngun që do të bëjmë të gaforreve, ne do përdorim pasi ti përvolojmë gaforret, me gjithë mbetjet e tjera që do kemi të gaforreve, do bëjmë një lëng dhe do përdorim gjëra shumë të thjeshta, shumë karrot, qep, selino. Edhe kaq. Thjesht do t'i zgjemi të gjitha mbetjet që kemi. Pra, asgjë që ne do të përdorim sot, pjesët që nuk janë më të këndshme dhe mundshme, pra. Thjesht ne do t'i marrim lëngun që do ta përdorim për dy gatesa të tjera. A ka ndonjë trup që përdorin në kuzhinë shefi, të tipit për shembull që mund ta përgatisni një lëng me të gjitha këto që ne hoqëm veç pjesë që hoqëm veç nga gaforja dhe më pas i përdorni për gatime të ndryshme në një kohë pak më afat gjatë? Këtë do bëjmë. Ne do përdorim lëngun bazë, që do ta përdorim për një supë të thjeshtë, po jo shumë të hotë me petka, dhe do bëjmë dhe një risotto. Më pas këtë lëngun që do të ngelet gjithkush, mund ta hedhë nëpër enë të vogla, e kalon në ngrirje në frigorifer, mund ta përdori kur të doj. Ja dhe disa truke i mësuam nga shefat. Tani do bëjmë edhe larjen dhe pastrimin dhe do të nisemi një herë me prerjen e perimeve për të vendosur në tenxhere dhe për të bërë një zjerje dhe një bulion. Bulion quhet shef? Po, bulion. Në gjuhën teknike, po. Në gjuhën teknike. Jo çdo gjë quhet bulion, por tani edhe unë nuk ja lejoj dot vetes që të rri ulur aty dhe ndërkohë që ti punon. Ti do rrish ulur edhe ta shijosh madje. Të pastroj të ndihmoj një çik tu edhe të jap një pjatë të vogël për vezët. Është mirë aty bësh, nuk do të bjerë gjithmonë rasti që ti jesh mes dy shefave, kështu që mund të ulesh aty ta shijosh. Edhe ne i themi ai që rri ulur kap gabimet. Mendoj çfarë gabimesh mund të kap unë dy shefave si jo. Shef Koli, çfarë duhet të filloj? Ne thjesht do përvolojmë këto tash, edhe që ti marrim tulin. Duhet në një pjatë? Po, më duhet një pjatë. Ndërkohë, a kërkohet shefi edhe nga shefat e kuzhinës, sepse unë kam dini që ju jeni lidhur zakonisht me peshkatarë të ndryshëm edhe ku merrni produktet më të mira të detit, por gjithashtu edhe lloje të ndryshme peshqish, tek peshkatarë me cilët ju sigurisht i njihni dhe keni siguri edhe për produktin. Ndodh kështu edhe me gaforën, pra është një ndër ato produkte që e kërkoni që të kapet për ta tregtuar më pas edhe për ta bërë pjesë të menuve? Atëherë, gaforja është mbetje në rrjet. Jo vetëm gaforja, por janë disa specie të ndryshme të detit që ngecin vetë në rrjet. Normalisht nuk i hedhin prapë në det, i mbledhin, i ndajnë format e ndryshme dhe i shesin në treg më pas si produkte me shumë vlera ushqimore. Gaforja është, përveç shijes, ka edhe vlera. Jo vetëm gaforja, janë të shumta ato produkte. Ka filluar në masë që restorantet ta marrin dhe ta përdorin si antipasta të ngrohta, por ashtu edhe në pjata themi kryesore ose tek pastat ose risottot në masë. Antipastat përdoret apo jo? Antipasta e ftohtë duhet parë, duhet rishikuar, por jo pa gatuar. Jo, që drejmë tek antipastat e ngrohta. Antipasta e ngrohtë është edhe gaforja e mbushur që ne do ta përgatisim edhe sot. Futet tek antipastat e ngrohta, pasi nuk është një pjatë shumë e madhe për të quajtur në pjesën e një pjate kryesore. Bukur, a keni nevojë të qëroj perimet, shiki apo jo? Shihemi gati. Atëherë, shohim që uji ka vluar dhe fillojmë hedhim të gjitha këmbët, kthjetrat e tjerë.
Më pas, gaforja blu, edhe pse është blu, në çastin e parë që prek ujin e nxehtë, merr këtë nuancën portokalli. Në fakt, shefi, doja të pyesja, sepse ne në pjatat zakonisht në restorant ato që konsumojmë, gjithmonë kemi vënë re që ngjyra e gaforrës është në portokalli, në të kuqe. Po thuj se të gjithë jo, po edhe aragostat edhe asti që të gjitha në kontaktin e parë, po të gjitha karkalecat, të gjithë në çastin e parë që bien në kontakt me nxehtësinë kthehen në ngjyrën portokalli. Bëjnë që të humbasin atë pigmentin e vetë, njësoj si fileto e pulës që ne shikojmë ngjyrën roz dhe në moment që e pjekim ajo të bëhet komplet e bardhë. Ndërkohë pra që ato vlojnë, neve sot do të bëjmë gaforën, 2 nga këto do t'i bëjmë të mbushura. Dhe kemi zgjedhur gjëra shumë të thjeshta që të cilat mund të gjendet shumë lehtë në shtëpi, duke filluar që nga buka e vjetër, ose që mund ta kemi tharë përpara në furr, e kemi grirë dhe kemi të në formë të një galetë. Grirë pastaj që zakonisht tregtohet galeta. Mund të jetë edhe tul buke, nuk të prish punë fare. Atëherë, unë do të marr pak galetë. Për të mbush gaforën sot do të përdorim pak vezë, pak fileto açugesh, ose në vaj, ose mund të kemi fileto që mund të kemi bërë neve sardelet e holla të vogla açuge, mund të kemi marinuar vetë në shtëpi përpara me pak vaj dhe pak uthull. Do përdorim pak bishtaçepe, pak majdanoz, vaj ulliri dhe në fund fare çik djathë dhe kur të na bëhen gati gaforët, tu do t'i marrim tulin që kemi aty dhe do t'ja hedhim mbushjes tonë. Ecime? Po. Hajde. Atëherë, ti merresh të ndajmë punë. Po. Unë ndeza kronometrin. Djema. Po bëj mbushjen e gaforës. Çfarë do i bësh vezët e gaforës, o shef? I ruan aty dhe i lë aty. Çfarë do i bësh? Vezët e gaforës. Po do t'i vendos lart kësaj të mbushurës ose lart të rizotos, do të jetë një perfeksion. Vezë e freskët. Po patjetër. Pra hodhem një vezë. Të hedhim galetën, do të na duhet kurdra, majdanozi. Tani shpjegoj, shefi, është momenti. Kam këtu majdanoz. Për treguar se çfarë po hedh, për të bërë mbushjen. Po, kemi fileton që tham në fillim të açugës. Po. Aty në ty kemi bukën e tharë, do t'i bashkojmë bashkë. Këtu do t'i hedhim dhe vetëm pak hudër, pasi në këtë rast shija që kemi e gaforës nuk është shija më e fortë e mundshme. Kështu që ne do të përpiqemi që të ruajmë shijen edhe mos përdorim shumë aroma të forta. Tani shef Koli, unë e bëra sipas mënyrës time, nuk e di se si. Ti e bë sipas mënyrës tënde që duke u bashkuar me mënyrën time do të mori mënyrën e të dy. Mënyra e atë ne besoj do jetë kjo. Dhe ishte më mirë të pyesja si do të vazhdonim. Po, më thuaj. Një pyetje, pse në këtë rast açugen e preva aqimët dhe bashkove me majdanozin? Mendova do t'i lija ashtu. Për të shpërndarë. Se në fund fare ne do të kemi një si ta them aty, si brum. Një mas më të plot. Një mas më të plot dhe sa më shumë shpërndahet ajo nuk na jep herë shije të ndryshme, po bashkohet e gjitha dhe na jep të njëjtën shije. Pase pjesa më e madhe e shijes kur themi një gaforë e mbushur duhet të jetë gaforja dhe jo açukja. Nëse ti do të kafshosh një açuke të plot, shija do të jetë e përqendruar shumë aty. Përqendrohet këtu. Sova edhe këtë. Pra duhet edhe një qepinjon? Po, unë do përdor vetëm pjesën e bishtave, pasi ka, duke qenë të gjelbër, ka çik shije minerale më shumë se sa pjesa tjetër. Dhe tash duke qenë se edhe stina që jemi në pranverë të plot, kemi shumë gjëra të gjelbëra rreth e qarknesh dhe trupi jonë është shumë i dhënë pas këtyre shijeve tash, sepse përshtatet shumë me kohën. Shef Koli, do t'i shtojmë djath parmigiano? Po, do t'i shtojmë djathin, e kemi këtu, vajin po, e kemi? Po, vajin e kemi këtu. Vajin të djashtojmë, shef. Mjaftu shumë apo jepi thua, ja? Vetëm vajin e ullirit nuk do ta kursejmë. Jo, asnjë. Do kishim bërë gabim të madh nëse do të kursenin vajin e ullirit. Tash do presim edhe pak fare derisa të marrë vaj ujë, pas edhe tulin e gaforës. Tuli që ka gaforja nuk është se është shumë i fortë, boll që të përvëlohet pak edhe është në rregull për tu
përdor. Shpërndarë. Do të jetë masa kaq? Apo do të Po, do të rregullohet më pas, pasi do të shtojmë edhe të gjithë ingredientët dhe do të shikojmë, do të shtojmë edhe pak krip se nuk e kemi shtuar. Do ta pjekim pastaj apo? Po. Ndërkohë që mos humbim kohë, bëjmë gati dhe pjesët e tjera që do të bëjmë lëngun, do të bëjmë lëngun e gaforeve. Do të na duhet edhe një tenxhere për supën. Siç thashë, domethënë do përdorim gjëra shumë të thjeshta që nuk kanë shumë aroma të forta. Karrotë, qep të njom edhe selinon. Zakonisht kur bëjmë lëngje të ndryshme si pul, si viç, si këto duhet që mos përdorim aroma shumë të forta. Se shpesh për shembull, po, sidomos janë ca element bazë perimeve që nuk futen ose të erzave. Vetëm në rastet veçanta mund të përdorim pak dafin, po kur themi pak është vetëm një gjethe. Po në rastet veçanta pasi shihet që kanë ato janë aq të forta sa që vrasin gjithçka. Selinoja, nuk vjen tek këto. Jo, shumë e lehtë. Vërtet, perimi shumë e lehtë. Ishte një perim i cili ka një aromë të fortë. Ndryshimi është midis gjetheve dhe kërcellit. Përdorim ne. Kërcellin, gjethet e kanë aromën shumë të fortë. Atëherë, siç e shohim tash filloi të vloj. Po të shkojmë, nuk na duhet më shumë se 2 minuta. Ka marrë ngjyrë duket. Maksimumi, po patjetër kanë marrë ngjyrë. 2 minuta do ta lëmë, kështu pastaj do t'i nxjerrim të gjitha jashtë dhe do i ndajmë, këtë do mbushim, këtë do përdorim për supa. Pra vetëm 2 minuta kërkojnë gaforret, nuk kërkojnë më shumë kohë. Edhe 2 shumë, sepse janë shumë delikate kur gatuan. Maksimumi 5 minuta të gjithë këto që janë gjithë produktet që kanë zhguall të fortë, 5 minuta është maksimumi, po varet si masës trupore. S'mund të lëmë një kargalet për shumë 5 minuta, s'ka shans. Dhe përbënim pastaj, a? Për mua personalisht 20 sekonda është mjaftueshëm. Nëse do të kemi një aragost ose një astiçe që vjen mbi 1 kg, ajo do të kërkojë një kohë më të gjatë. Zakonisht në bazë të peshës trupore ka edhe minutazhin e zgjerrjes. Shef Koli, do të nisim edhe me rizoton që na kërkon pak më shumë kohë. Atëherë për rizoton çfarë do të na duhet? Rizoton do të na duhet vetëm shumë pak pjesën e bardhë të qepës. Po. Pasi të gjelbërën do ta përdorim në fund. Koli, si jem mësuar një verë e bardhë për shuarjen? Në bashkëpunim me shefa të tjerë apo në bashkëpunim edhe me ndihmësit e tu? A të bezdis apo të jep kënaqësi? Mu më jep kënaqësi gjithmonë bashkëpunimi. Unë për fat të mirë punën që kam bërë, kam shëtitur edhe Shqipërinë kudo dhe nuk kam bashkëpunuar vetëm me shefa kuzhinë, por edhe me njerëz të thjeshtë të jetës përditshme ku të betojmë që mëson aq shumë sa që nuk e ke idenë dhe duket vetë shumë i vogël në fund fare. Vërtet. Është një kështu, është ku do jetim ato tash, një tav. Një tav. Më pëlqen gjua e shefave që merren vesh me njëri tjetrin. Më duhet një tav, më duhet një pjatë. Shef Redoni që edhe lukë me kështu vrim. Mirë se çfarë duhet edhe me çfarë duhet i ofroj shefit. Ose atë tasin, më jep tasin. Super bashkëpunim. Kemi edhe një pincet të vogël nëse do të duhet atë. Tani i heqim shefi? Po. Nëse do të duhet që edhe ta ndajmë. Do t'i lëmë vete. E gaforëve, a? Nëse do ta përdorësh për zhguallin. Po. Po vendosin veç pincetat? A pincetat quhen shefërin? Po. Si quani? Pinca quhen pinca. Se është ajo forma që shtrëngon në formën e pincës, po krahu i gaforrës. Po ta shohim lëngun tash këtu, ka marrë një ngjyrë të lehtë. Nga aty nuk është do të ta shoh këtu. Po. I cili ne tash nga të aromën e ka mjaftueshëm të këndshme. Ne tash do t'i shtojmë këtij lëngu dhe elemente të tjera që tham shtesë. Siç janë pak karrota, po, patjetër që po. Ka lëshuar me sa shoh edhe një pjesë të tulit, të përmbajtjes që gaforja ka pasur, besoj jep shija. Ne nuk do ja heqim të gjitha. Shpeshherë
sa më shumë filtrohemi, aq më Më keq bëjmë. Më gabim bëjmë. Tash i shtojmë pjesën aromatike, Po? karrot, pak qep, të në njon, Selinon, tama? po, selinon, Selinos. Shqipëri di çka po bën? Unë do të filloj të pastroj edhe pjesën e krave do pastrohet po edhe tulin, për petkat, po ashtu edhe për mbushjen. Si do të pastrohen krahët? Është shumë e kollajt duke kapur vetëm pjesën anatomike, çfarë pjesë hapet dhe çfarë pjesë lëviz. Nëse pjesa që hapet e tërheqim, do të nxirri komplet pjesën e kësaj. Nuk na duhet a. Jo, kockat nuk do të na duhen, por edhe me një çekiç të vogël, me një enë shumë të vogël për të bërë një thyrje të lehtë edhe të tyre, për mos të shkërmoqur pjesën e zhguallit dhe ajo të ngeli bashkë me tulin për të bërë e bezdishme dhe ngojë edhe për pjesën e konsumit. Duhet marrim vetëm tulin dhe duhet ta hapim në mënyrë të kujdesshme, prit që ta fokusojmë pak te kamerat. Unë do të tregoj vetëm një goditje shumë e vogël. Një goditje shumë e vogël. Po? Dhe kjo do të hapet. Dhe kjo do të hapet shumë kollaj. Dhe pjesa e tulit tani këtu? Pjesa e tulit është e gjithë kjo pjesa e bardhë. Unë e pash dhe e kuptoj. Dhe kjo pjesa e bardhë ne e heqim janë. Ndërkohë bie shumë edhe aroma e gjithë kësaj masës që do të përdorim për mbushje, no? Bashkimi edhe me ne mundohemi përdorim edhe kur bëjmë gatesë siç sheve dhe sot, ne kemi pothuajse produkte mesdhetare. Pra ato të cilat neve na qasen më shumë. Edhe ruajmë edhe atë shijen dhe identitetin e sa më shumë. Tashi, çfarë janë pastaj mbetit që do ketë të tjera? Edhe më jep mua. Edhe ne vazhdojmë i shtojmë edhe një herë gjitha ato që kemi mbetje. Unë po i ndaj tek pjesa këtu se dallojnë. Pra të gjithë pjesën e lëvozhdës që shefi hoqi, ne do t'i vendosim tek uji ku po zihen perimet. Edhe do të marrim më pas, do t'i pullojmë besoj në fund fare, do të marrim vetëm pjesën e lëngut. Kjo është ajo pjesa që ne thamë që mund ta bëj kushdo në shtëpi, pra nuk ka mbetje tek pjesët e detit, edhe te peshqit. Po ashtu, nëse do të përdorni fileton në shtëpi, çfarë keni kokë, gjithë pjesën e shtyllës kurrizore, alat, gjitha lëkura gatuan me pak aroma i ruan, i ke një lëng shumë të këndshëm, mund ta ruash në frizer, në shtëpi, në ngrirje, gjatë gjithë kohës ke një supë gati, si më thënë. Dhe ne për ta vërtetuar këtë që mund të bësh një gjë shumë të thjeshtë dhe një kohë të shkurtër, kemi zgjedhë petkat sot. Pra petkat që ne i përdorim në supe, po. Do i marrim lëngun siç e kemi lëngun, kur ta kemi gati, thjesht do ta shtojmë të nxjerrë. Ne e dimë që petkat 2 minuta duan maksimumi. 2 minuta çik majdanoz, vaj ulliri u bë dreka. Tabu që e lidhim edhe traditën, edhe e bëjmë pjesë të recetate të produkte. Ne fillimisht do të bëjmë pjesën e mbushjes, pra kjo është siç e kishim në 2 pjesë, pra pjesa e madhe, pjesa e djathtë ndahet shumë mirë dhe në të 2 krahët është tuli. E pastrojmë shumë lehtë, e heqim pjesët e tepërta dhe ja ku është tuli. Këtu si më njanë, pjesë e guackës e... Kjo është i gjithi. E këtë tulin dhe të parën që të bëjmë parën mbushjen. Mbasi pastruam gaforet e parën, ndërkohë që unë vazhdoj pastrimin, do të vazhdojmë që të tregojmë mbushjen, pra morëm tulin e Shef Koli, unë mendoj që shtojmë edhe pak kaperi. Po i shtojmë edhe pak kaperi, se kaperi është pak i afët. I shtove apo jo? Pak acid, sepse do na duhet kombinohen shumë një shijet e ëmbla të gaforet, se gafore është ëmbël, me pak kaperi është perfekt. Ndërkohë unë po jo më shumë se 3-4 kokra. Unë po vazhdoj që me gjithë këmbët që nuk kanë pothuajse tul fare. Për shembull, këmbët që janë të vogla, shikoj. Këmbët që janë këto të voglat, thyen gjithmonë kështu, ose me anë të thikës, ose nëse e kapet atë, shtypet lehtë, shikojnë. Shtypet lehtë, pritet maj këtu, dhe pastaj shtypet lehtë, edhe i nxirret pjesa që ka. Ai është tul i ngrënshëm? Po, tul i ngrënshëm. Dhe të gjitha këmbët që janë të holla që nuk kanë shumë tul. Do të thonë këto pastaj e pat si ashtu. Këto nuk kanë pothuajse fare dhe vazhdojmë i hedhim aty. Si kundër dhe këto të tjerat. Dhe nuk edhim asgjë poshtë. Asgjë poshtë. Detit dhe
Është e përdorshme. Dhe siç po të thoja për gaforën, mendoja sikur të ishte mish. Pra siç e përdorim në mishin, i ruajmë kockat. Njësoj është. I zjejmë, vazhdojmë i marrim lëngun. Nëse do afrohesh tu afër dhe shivet që dihet aroma, por duhet kemi parasysh një gjë, gjatë kocsineve zjejmë. Kjo është një lloj proteine që del shkuma. Është shkum. Është një lloj proteine që ne nuk na duhet. Në fakt mua më duket si diçka jo fort e pastër, edhe nuk ka lidhje fare me pastërtinë. Për ta hequr. Nuk ka lidhje sepse ti kur bën mishin në shtëpi e ke shumë të pastër, kur bën pulën në shtëpi e ke shumë të pastër. Pikërisht, po them që sa herë krijohet kjo si shkum në gatime, kjo është një ndjesi jo fort. Kjo është një lloj proteine që nuk i nevojitet trupit ton, po. Shef Koli, këto i kemi për pjesën e mbushur. I kemi mbushur, po. Aroma është shumë e mirë. Po nuk e di se si do të shkoj me petkat. Jam shumë kurioze. Jam shumë kurioze për ta provuar. Shkoja. Po, kjo është e para, mbushja e parë. Që ta tregojmë, okej? Siç e kemi zhgullin, siç e tham të pastër, mos harrojmë edhe një herë, me që jemi drejt të fundit, në qoshën e kësaj gjithmonë, tu në këto qoshë rriten alga. Dhe është mirësisht si e kemi pastruar, e kemi bërë të bardhë fare, duhet jenë të pastë. Sidomos kjo këtu në qoshe dhe në cepat e këtyre këmbëve mblidhen gjithmonë alga. Mira di që të përdorin një furçë të vogël si patë, një furçë, një telenësh të papërdorur. Pastër pra po. Dhe bëjmë mbushjen e tjetrës. Po. Andri? Qa mos ta qojmë dëm këto? Ne kemi dhe një tjetër. Si thua? Atër, purrën e kemi parangrofur, e kemi të ndezur. Dhe është momenti për të vendosur gaforën në furr, ndërkohë që ne fillojmë edhe përgatitjen edhe të petkave dhe të rizotos. Njëkohësisht, po. Pak fare vaj sipër dhe jemi gjithmonë në rregull. Vaj. Shefi Lori se e futur, shefi mere usun furr dhe ti mere me diçka tjetër. Po kri. Vetëm mos na digjesh, është përgatitur e gjitha. Sa minuta do të qëndroj kjo? Shumë pak do ta lëm atë, thjesht sa do të filloj, do të krijoj atë ngjyrën krokante të vet dhe aty është momenti gati. Por jo, s'besojmë shumë se 5 minuta. Sa të lidhet edhe veza që ne i kemi përgatitur. Që i gatuar, no? Shef Koli, ecim. Filloj me përgatitjen e rizotos, do përdorim qepën e njom, të prerë në kubik të vegjël. Po. Vaj edhe shumë pak hudër, shumë pak hudër. Hudrën neve tash e kemi të njom sepse është koha. Veçantia e hudrave që janë tash nuk kanë të njëjtin intensitet aromash, siç e ka hudra më vonë, pra vjen më freskët. Ndërkohë unë po pastroj pjesën tjetër që do të na duhet edhe për rizoton. Për rizoton do ta bëjmë. Tulin do t'i marrim edhe kësaj pjese? Patjetër. Tulin. Do mundohem pastaj çat kanë këmbët në fund fare do t'ja hedhim edhe këmbët do t'i marrim tulin që kanë këmbët. Ndërkohë që sa më shumë zihen kjo tenxhere jone e famshme këtu, aq më shumë dalin aroma. Unë po mundohem të heq këmbët që nuk kanë tul. Që t'i marrim aromat po. Po qyron? Ne jam duke prerë hurdrën dhe qepën për të përgatitur pjesën e rizotos. Po shumë qep është për rizoton apo? Po është qep e njom, intensiteti nuk është fort i lartë. Kështu që siç tha, gjithë gjërat që janë në njoma nuk e kanë intensitetin e lartë të shijes. Dhe mund të përdor. Duke u ka urdisur ajo dhe me pak vaj ulliri pasaj, lëshohet komplet, lëshon. Jo atë aromën që japin qepët që janë të thata. Se edhe qepët nuk janë të gjitha të njëjta, ha? Po kanë fortësi të ndryshme në shije në aromë. Tjetër. Këtë rast do bëjmë një skuqje me vaj ulliri, shefi? Ka urdisje. Ka vërdisje, ha? Sepse skuqja është shpesh përdoret fjalë, po skuqja është skuqja është kur çdo përbërës është i zhytur në vaj.
Shef Koli, I zhytur në të vaj. pëlqen vera? Po patjetër. Vera e bardhë. Unë nuk besoj që shefi, sidomos në restorant njërë nuk pa do mendja kur që edhe të gatuaj edhe të konsumoj një godë. Jo, nuk besoj që ke kohë. Po në shtëpi nuk e di çfarë bën, a gatuan? Në shtëpi gatuaj, po. Ë? Në shtëpi është klasike që ndërkohë që gatuaj, një gotë vepa duhet tash. Mos bëjmë tash Po, në restorant nuk Jo, në restorant jo. duke gatuar Jo. dhe duke pirë se. Atëherë unë po marr sheshin e bardhë nga kantina Shehi, ndërkohë do ta kemi besoj edhe për shuarje, Edhe në fund. por edhe një gotë pse mos ta konsumojmë. Edhe pim. Nuk na ndodh shpesh herë që të jemi dy veta në këtë kënd, kështu që duhet ta shfrytëzojmë këtë moment. Ndërkohë që shef Redoni po hapet dhe verën, do doja që të bëja një falënderim për të gjithë mbështetësit e rubrikës së gastronomisë në programin ton, duke njësur me Bolt SHPK që ka konceptuar kuzhinën ton. Dhe ne sot në fakt e shfrytzuam në maksimum atë duke qenë dy shefa kuzhine dhe duke sjellë shumë receta. Ishte e mjaftueshme dhe mbi të gjitha shumë komode, ndaj faleminderit Bolt SHPK. Do falenderoj gjithashtu kantinën familjare Shehi në Fark që mundëson verën e mirë në shumë varietete dhe që është një verë e cila nuk duhet të mungohej për të bërë gëzuar në kryezat tuaja. Depo Magazin që mundëson enët e kuzhinës me të cilat shefi gatuan edhe janë enë të cilat jo vetëm ruajnë vlerat ushqyese të produkteve, por mbi të gjitha lehtëson edhe procesin e gatimit. Dua të falenderoj gjithashtu edhe Vioal Catering që mundëson frutat dhe perimet me të cilat ju i gjeni çdo ditë këtu në banakun tonë dhe ne sjellim receta të mira, por edhe Market in Italy, sepse gama e gjerë e produkteve që Market in Italy ka na bën edhe ne që të frymëzohemi edhe të sjellim receta nga më të ndryshmet. Regota verë. Po. Do të kurse me vete sot. Edhe shi Po patjetër. po dua të vaj çik verë tash. Edhe dhe mos harroj që të nxisim të gjithë njerëzit në shtëpi, të blejnë gafore dhe të hanë gafore. Unë në fakt Sepse është një nga mënyrat më të mira që edhe ne do t'i bëjmë një nder si vetes tonë për një vakt të këndshëm, po dhe si bregdetit tonë për ta ruajtur nga ky pushtus i shishëm. Se i shishëm është vetë shketa, po është pushtus. pushtues për gjallësat e detit. Gjallësat e tjera, po. Është shumë shishme për tryezën edhe për shijen tonë, Edhe kushton pak. Jo, kushton shumë pak, me thënë të drejtën ndaj të pyeta në fillim, se ne kemi gjithmonë idenë që kushtojnë produktet e detit, kushtojnë shumë receta të cilat aq më tepër receta që vinë me gafore, aragosta e tjerë, por sot mësuam që gaforja blu është një gafore e cila përdoret gjërësisht në të gjitha restorantet për të sjellë receta të ndryshme, është një gafore ku gjendet edhe në recetat edhe më të veçanta dhe më specifike dhe në fakt kostën e pas ka një kostë shumë të ulët. Po ku sugjeroni që ta kërkojnë andisat, shef? Vetëm tek peshkatarët? Markat peshku. Jo, dua të them vetëm tek Jo, peshkatarët jo, sepse lidhja bëhet direkt me peshkatarin në shumë mënyrë. me marketet, cilat e shesin peshku. Të gjithë kanë gafore. Në çdo market peshku, por edhe supermarketet e mëdhaja e posedojnë, e kanë këtë. Kanë? Bile, madje në disa raste mund ta gjeni edhe të ngrirë, nuk e di në Shqipëri e shesin të ngrirë Po, marketet. në disa markete. Edhe të ngrirë dhe është një gjë që nuk të prish punë fare. Si ta blesh fare, se ta blesh të ngrirë. Atëherë unë do t'i bëj një shuarje të vogël me verë. Sot po gatuajmë vetëm Shef Fredi gëzuar. Dhe jam lumtur sot që kam asistuar në një tat të tillë, ku në një orë leksioni të tillë të vërtet të gastronomisë, sepse vërtet që mësova shumë, jo vetëm për mënyrën se si shumë prej produkteve duhet përdoren, masa që duhet të përdoren, por dhe si, por mbi të gjitha edhe për vlerat e gaforës blu që unë nuk i njeh më parë. Janë shumë. Ne po përgatisim tash me edhe një material të cilin shumë shpejt do ta nxjerrim online, ku do të paraqesim edhe vlerat edhe të shprehura në çfarë ka brenda saj, domethënë elementet e tjera. këtu marrim komplet lëngun e gafores për ta shtuar në risotto, i bëjmë një kollim të vogël për mos të kapur ndonjë pjesë nga kockat e veta, nga zhgulli. Dhe do të shtojmë her pas here. Po, kemi shtuar orizin, pasi bëm kavërdisjen e qepës dhe hurdhërës, unë po hedh 3 garushde, normalisht do të kërkoj akoma më shumë, por do t'i hedhim her pas here. Her pas here.
Pra, e gjithë filozofia e ditës sot ishte që nga një përbërës i thjesht, Një produkt, sa receta mund të vinë. mund të vinë dhe shpesh njerëzit për shembull mund ta përdorin edhe shumë të thjesht këtë, siç po e bëjnë ne. Mund të jetë edhe një element, si ta them ty, kur dalim jashtë në natyrë. Po? Kjo mund të zëvendësojë shpesh gjatë stinës verës edhe një barbecue, shumë të këndshme. Pra, thjesht e ndajmë në mes gaforën dhe e hedhim në prush. Një marinim të vogël edhe Marinim të vogël shumë i thjesht me vaj me shumë pak limon. Po në Shumë shtëpi, veç këtyre recetave që ju sugjeruat sot, a mundet për shembull të gatuhet vetëm e shuar me verë ose Po, mund në formën e një soteje. në formën e një soteje tigan, po pastrohet mirë. Hidhen të gjitha në tigan siç janë. Në fund fare shumë pak verë, një majdanoz të lehtë nëse duam, ose një lëkur limoni ose prakshia. Po, sepse Shef Koli, për pjesën e supës, çfarë duhet që të shtoj? Vetëm pjesën e Koli, lëngut. ta provoj pak atë tulin. Po, hajde, ja prit. Ja një sekond. Marr një kiru. Të gjej një kështu të këndshme. Se ti nuk je mësuar, po shef Erdoni është mësuar me nepsin tim. Cilën të marr? Këtë duash si. Si ëmbëlsirësh. E lësh kështu këtë? Ha? Shumë e mirë. Ka pafund receta që mund të vinë me çdo produkt të detit. Nëse do të mendojmë çfarë mund të përgatitet me peshkun e përgatitur, ajo mund të përgatitet po ashtu edhe me pjesën e gaforres. Qoften kroketat, supat e ndryshme. Po, Mjafton vetëm ta fusim në përditshmërinë tonë, ndihmojmë ekosistemin e detit. Sa të mësoheshim edhe sa të gatuanim në shtëpi edhe karkalecat, edhe produkte të tjera, qoftë edhe midjet, u desh pak kohë. Dhe besoj mos ka ardhur momenti tani që edhe gaforja të jenë ndër ato produkte që gatuhet më masivisht flasës. Po, unë them që ndihmë të madhe. Persona që din ta gatuajnë edhe ta shijojnë, po. Unë them që ndihmë të madhe në këtë fushë kanë dhënë edhe restorantet edhe shefat. Pasi njerëzit u përballën shumë njerëz u përballën me një gjë që nuk e kishin konsumuar dhe nuk e dinin, por duke qenë se filluan të frekuentojnë ambiente shërbimi, restorante, arritën të kuptojnë pastaj që gjithë to element që ishin deri para shumë kohë si element Shef Koli, unë këto dy apo i vendos tek risotto. Si element të huaj, fillon pastaj dal nga dal të mësonin. Ndaj dhe ne na lind detyra që mos ta lëm, si të thuash, shumë dije, mos i lëm pronë të vetes dhe të restoranteve. Pasi unë them që sa më shumë shpërndahet dija, aq më shumë kemi një të mirë të përbashkët. Pra neve po shpenzojmë sot gjysmë ore bashkë apo një orë bashkë edhe mbase në fund fare shumë njerëz do të mësojnë shumë për edhe për këtë gaforën. Duke u shit gaforja shumë mama apo zonja në shtëpi do të marrin bekimet e familjarëve, bregdeti pastrohet, peshkatarët shesin. Edhe kështu është një zinxhir i cili ndihmon njëri tjetrin. Ndihmon të gjithë. Ndaj edhe unë them që shpesh edhe shefat e kuzhinës duhet ta shesin në thojza sekretin e të paktën produktit. Patjetër. Të përgatitjes. Të përgatitjes. Jemi gati edhe me pjesën e gaforres. Mjafton sa komplet ingredientët të lidhen mirë me njëri tjetrin, të lëshojnë aromat e veta. Ka marrë një ngjyrë mjaft të mirë, nuk do ta tejkaloj as të jetë më pak e përgatitur. Ne do ta vendosim këtu, tava është akoma e ngrohtë, ndërkohë që ne të ftofet shumë pak, por ajo nuk është se do të ftofet, të themi plotësisht, pasi edhe me pjesën tjetër të përgatitjes jemi drejt përfundimit. Drejt përfundimit me të gjitha. Ja ku e kemi këtë, që ta përdorim gjysmë për risotto, gjysmë për po ashtu kemi edhe vezët. Do ta shtojmë tek ashtu tul, do ta shtojmë tek risotto, po?
Po, do ta shtojmë tul dhe do ta shtojmë drejt përfundimit të vet, pasi ajo është gati e përgatitur. Tani besoj kemi edhe petkat. Ne kemi vendosur edhe lëngun e gafores për përgatitjen. Nuk marrin shumë kohë besoj. 2 minuta, maksimumi. Dhe pastaj Ti petkat mendosh që në një orë mundet të sjellin 3 receta edhe ambisat. E mirë, do thoni ju tani që Iva, aty ishin 2 shefa. Pjestoje. Një orë e gjysmë do ju duhet ju. Mjafton që të marrë Zoe për 2 kohë. Më shumë kohë të merr pastrimi kam përshtypjen. Po, më shumë kohë. Po, do të marrë pastrim. Pastaj është çështje, si ta them unë, përveç praktikës, nëse do që ta hash ti gjithë barrën për vete, apo t'ja ngjetesh familjarëve. Se mund thjesht në lash gaforën. E vërtetë është edhe kjo. Ta lash gaforën dhe t'ja lësh aty dhe pastrojnë vetë. Është shumë komode, sepse në vendet ku tregtohet peshku, unë besoj që bëjnë edhe pastrimin e gaforës. Ka një gjë shumë të mirë që në shumicën e markatave të peshkut kanë punojës goxha të mëdhenj dhe jo vetëm pjesën e gaforës, por shumë produkte mund të vinë gati edhe të përgatitura. Po ashtu edhe gaforja do të vi pa pjesën e zhguallit të sipërm, vetëm pjesa që ka tulin, ato pinca që ne tham këmbët e para, komplet pjesa e këmbëve të tjera dhe pjesa e tulit të barkut. Megjithatë, shefi, më fal që të ndërpres, në gjuhën tonë në zhargonin e përditshëm, dua të them që kot nuk thonë që ka dhe lezetin e vet teksa është edhe pastron ashtu. Nëse nuk do të kemi kohë, pastaj në shtëpi tona mund ta përdorim si punë aty për sheshit të vitit të ri, që nëna e përgatit dhe komplet fëmijët fillojnë dhe e shkërmoqin, e thyejnë. Shef Poli, unë kam hedhur as kripën dhe as piperin. Shohim në fund. Këtu do hedhim petkat. Sa të vloj lëngu, presim që lëngu të vloj. Do të ishte më mirë të thyeshin petkat apo të kenë një pjesë të madhe? Është një supë që do të konsumohet me luk apo me piruar? Me luk. Atëherë unë zakonisht i shkërmoq petkat në qese kur janë. Direkt. Një të fshtyr ashtu dhe është në rregull. Po ishin në shtëpi e pastaj, do hapë që thesin që të ka dhënë mamaja në vjesht, ose ndonjë klëfja stëgu i vjetër, pambuku që i fuzin petkat. Kur atëherë, ndërkohë që ti mund të lëngu vloj, dhe kështu nuk humbim edhe kohë. Lëngu vloj, siç i kemi petkat, varet edhe matësia që kemi. Thjesht një thyerje shumë të lehtë. Para jo, me. U pak edhe risotton. Më është bërë reflekt nga çdo ditë gatimi me shefin këtu që duhet ri sipër sobës. Patjetër. Po këtu si vendosë guackat për më shumë shije? Apo edhe për të vazhdojmë lëshojnë aromë, nxjerrim në fund fare është ajo që të thash, do të ndash barrën. Do t'i lësh edhe të tjerët pastaj. Kjo tregon edhe pjesën pasi është këma e gaforës. Vetëm nga tuli i bardh, që nuk e kupton nëse është një gafore, nëse është një fileto peshku, apo është diçka tjetër. Ndërkohë që ne kemi vendosur edhe këmbët e gafores, ti në restorant apo në shtëpi do të rish pak edhe ta konsumosh vetë duke e thyer, por tregon edhe komplet pjesën se çfarë ka pasur përgatitja brenda. Dhe ne kemi bërë gati një pjatë për risotton, një pjatë për petkat, për supën, edhe një pjesa tjetër për antipastën që do të kemi mbushjen. Do të bërë të treja? Se jo. Pjesa e petkave, nëse kalon 2 minuta, mbasi kemi hedhur petka, 2-3 minuta është maksimumi. Mund ta heqim dhe nga zjarri, lëm të pushoj pak, dhe ajo në vetvete gatuhet ende, sepse petkat janë shumë të holla. Edhe gatuhen shpejt besoj, jo? Shumë shpejt. Nuk kërkojnë shumë kohë. Unë personalisht kam një kujtesë shumë të këndshme me petkat dhe i kam qef shumë. Edhe në bëj origjina, jo, nga Korça, jo? Një gjyshe nga mamaja kam pas nga Oçishti, kështu që desha i kisha në shtëpi, gjithmonë. Prandaj të thash ato hollësitë e vogla, ishte ajo tesi pambukut që i mbanin dimër.
Ja, po ta shohim vloj, petka dolën në sipërfaqe. Do të thotë që është thuajse e gatuar. Kështu që për mua e heqim më njanë dhe e lëm 5 minuta. Pas 5 minutash e nxjerrim. Koli, çfarë do t'i shtojmë tjetër supës? Zgjedh supës. Kripën nuk e kemi rregulluar akoma. Në fund fare do të hedhim gjysmën e kësaj, gjysmën e risottos. Atëherë diçka nga produktet e tjera? Majdanozin vetëm. Vetëm majdanozin. Majdanozin vetëm. Unë personalisht do t'i shtoj edhe një çik bishqepe, sepse i jap atë që kemi tash në stinë, tash jemi tash në stinë. Do të lidhet shumë mirë edhe me pjesën e gafores. Në gjelbër kemi prodhime të gjelbëra kudo. Gjethe, qep njoma, udhrat njoma. Mos i kursejmë. Me çfarë sugjerojmë tjetër këtë supë? Mund të përdorin rostica, mund të përdorin një në formën e risottos. Një makaron fidhe ato që kemi pas ziu. Pra një gjë që të konsumohet lehtë, që mos jetë as supë holl fare. Në trajt pureje, pra pak më lëngu. Jo, po prandaj bëm lëngun bazë në fillim fare. Që në bazë të këtij lëngu ti mund të shkosh ku të duash në shtëpi. Ndash te supat, prandaj zgjodhem edhe, pra kemi thjesht lëngun, kemi supë, kemi oriz. Këtë mund ta përdorim shumë mirë edhe gjatë kohës që ne bëjmë makarona, për shembull, për të hedhur çik lëng kur të bëhet salca makaronave. Po mos harrojmë që edhe nuk ka asgjë të keqe që edhe kjo është bazë edhe në kuzhinë, zakonisht në kuzhinat profesionale, që është bazë ditore. Që vihet ajo të zgjedhë për çdo recetë që ata kanë me prodhime deti, mund të jetë shtesë. Tek supa, tek risotto, tek pastat e ndryshme, tek në brunat e antipastave që ne përgatisim. Ajo që vlerësova sot shumë midis ju të dy shefave, ishte komunikimi, edhe më pëlqeu shumë dhe dua vërtet ju përgëzoj, sepse unë besoj që jo vetëm sot dham idenë se si mund të gatuani gaforën blu, por mbi të gjitha sollëm edhe një frym të mrekullueshme bashkëpunimi midis shefave dhe më vjen shumë mirë që japim mesazhe të tilla këtu në EATN. Që ti themi edhe tjerë, kuzhina nuk është ferr, ëh? Jo, kuzhina nuk është ferr. Dashuri është shitur shpesh sikur është ferr, e kupton, sikur njerëzit në kuzhinë vetëm bërtasin, ulërasin, shajnë njëri tjetrin. Jo, kjo nuk është shumë. Ka momente të bukura. Jo, nuk është ashtu. Ka shumë momente të tilla, por ka edhe nga ato që ka edhe momente të tilla, është një profesion mjaft i vështirë, por nuk e bëre me pasion, nuk e për ta bërë dot asnjëherë. Më pëlqen. Kemi një pjatë supe? Po, pjatën e supës e kemi, unë i kam nxjerrë të treja pjatat. Atëherë, e hedhim gjysmën e kësaj endri tek supa, gjysmën e tulit. Mrekullisht mirë. Me një servirjes besoj, ëh? Nuk kemi marrë një minutazh të konsiderueshëm në kuzhinë, por sigurisht që sollëm 3 receta me gaforën blu. Nxjerrim atë. Kjo nuk është rregulluar akoma me kripën, me piper. Po hedhim kripën, jo të kripën. Jo, nuk kam hedhur as kripën. Disi më të gjatë. Me kripën mos u kurseni, ëh? Unë e konsumoj. S'është keq. Normalisht unë do ta provoj, kësaj kam hedhur krip. Tash në fund fare mbasi e kemi rregulluar dhe me kripën e gjitha i hedhim erzat, të cilat janë gjithmonë në fund. Po le unë se do edhe pa krip. Do edhe pa krip, atëherë. Jo, i hodhe shumë shefi tani, unë vërtet. Jo. E provoj tash. Ecim me supën. Pjesa tjetër e risottos. I shtojmë erzat në fund fare. Kur janë erzat gjelbra, gjithmonë i hedhim në fund, mbasi e kemi përfundu gatimin. Arsyeja është që mos humbasim klorofilën, të rrymë aromën e saj kryesore. Pa të mos ziej shumë, nuk shëllohet. Jo, mos jetë në zjerë. Atëherë, kjo nuk do të na duhet më. Jo, më. E heq për tash për orizin në fund fare, kur ta hedhim në pjatë, ne kemi përgatitur për shkak të kohës e kemi përgatitur përpara, kemi marrë domatet qershi të vogla, i kemi ndarë në mes, i kthejmë nga ana, si thua, nga ana e fareve. Si të thatë, a? Po, dhe i kemi vendosur për 1 orë 45 minuta me 85 gradë. Për të pjekur. Për të gjysmë tharë. Pra me 85 gradë Celsius në furrë, 1 orë 45 minuta, 2 orë maksimumi. Ç'a na ndodh me këtë? Ato marrin përqendrohet pak shija. Rritet përqendrimi i shijes së dhe
ndryshon, jep një shije ndryshe, domethënë kemi pjesën mineralit atyre që është shumë e bukur acide, që kur të bëjmë risotton, do t'ja shtojmë sipër. Pastaj Marinimin e atyre? krip vaj. Unë i përdor edhe pak sheqer. Edhe pak sheqer, po nëse janë acide shumë, po, ke drejt. Dhe ruhen akoma edhe më gjatë. Ruhen se sa edhe do të gjatë. ishte Kështu që me fresk. ketë të njëjtin element, pra domatën, po duke i dhënë vetëm këtë goditjen tjetër, si thua. Pak më fuli rritet shija. Tashi, erdhi koha pjatës. Supën. Hedhim të parën supën. Që po ta shohim si është bërë supa, tash e lam petkën të qëndroj pak. Edhe sigurisht Pra, më pak, ë? Po sepse petka duke ndetur. Është shumë e ujshme. Ja ku kemi petkat. Qa tham që nuk është tepër asnjëherë. Vaj ullirit, ë? Vaj ullirit asnjëherë. Mirë. Risotton, Ne kemi gati kemi gaforën, po. gaforen. Ndërkohë mund të implantojmë edhe pjesën e Këtë marrim atë, Atë. pjatën aty. Si që po, Zakonisht antipastat janë ato që duan Gaforja pjatë e më të mbushur. madhe. gaforja e mbushur që treguam për gjithë. Mos harrojmë pastrimin, gjithmonë. Tu jemi gaforën e mbushur, mund të shërbehet në shtëpi, mund të hahet me luk, mund të hahet pirun. Nëse do doj dikush për t'i dhënë një ngritje të vogël shije, mund të përdorim edhe pak fare majonez me lëkurë limoni majdanoz. Edhe jemi Të përzirë të gjitha bashkë këto. Po, majonez. Shef Koli, jemi gati edhe me pjesën e risottos, çfarë do të shtojmë në përfundim? Vëre këtu. Majdanozin, vetëm kripën. Kripën i kam hedhur pak, do ta provoj. Dhe kaperi? Po, frutin e kaperit. Unë e kam shumë qef, frutin e kaperit, bile shkoj e mbledh vetë. Në Porto Palermo, rreth e qark Kështjellës është plot me kaperi. Në këtë kohë që jemi tani, është në frut. Po. Po si gatuhet pastaj? Duhet ta Jo, e bëj të regjur me uthull. Me uthull kripu e edhim. Jemi gati. Ja, dhe kjo e dyta. Këtu i vëmë në fund. Ti vejën elementet e tjerë. Thishma, që shesh. Ndjen erën. ndihmosh ti vendosim këtu, edhe duash ti. si edhe kamera që ti fokusoj të treja gatimet edhe Gaforja e mbushur. Supa me petka. Herë ne kemi edhe vezën që kemi ruajtur. Cilës unë do t'ja bashkangjis. E pasurojmë pak risotton tash me këto tomatet e voçkla. dhe ajo një element tjetër Shef Koli që dua të përgëzoj, që unë vura re sot, është fakti që zgjodhet të gatuash me produkte të cilat i ke marrë dhe i ke përpunuar vetë, pra nuk e zgjedhur të punosh me produkte që deri diku janë të gatshme, që patjetër janë dhe shumë mirë që janë, por si sekreti që ndave për domatinat e vogla të thara, ashtu edhe për kaperin që ju e mblidhni vetë, ishte shumë interesant. Ju lumshin duar. Qa në ngeli dhe shi? Vera, apo ja? Ju. Qa në ngeli vera dhe shi? Unë dhe ti ka. Jo, Tani, nuk e di, nga duhet ta nis, provoj vetëm risotton? nga të kesh jeftin niste, ato janë të treja, ne dhe zgjodëm tipologji të ndryshme, që... Unë do t'i vendos këtu të gjitha, do të marrë një set. Zgjodëm tipologji të ndryshme për të qenë sa më afër njerëzve, pra një ditë mund të bësh risotton shpejt, një ditë mund të bësh supë, një ditë bën gaforën e mbushur. Po nuk është ide e keqe edhe të treja bashkë, për aq kohë sa mund të jenë pjata edhe që... Nëse do të kemi Ideja keqe nuk është, në dy shefa kuzhine si kenë Jo, nuk i ke. Një do bëhet telef atë ditë, por ç'të bëjmë? Tani unë po provoj vetëm risotton sepse është pak më e thjeshtë për të konsumuar. Megjithatë, ju siguroj që edhe dy pjatat e tjera aroma është fantastike. Këtu keni vendosur edhe vezët, ë? Po patjetër. Po, a është problem që nuk janë të gatuara? Ja.
Përderisa është në pjatë nuk është asnjë gjë e pangrëndshme. Unë do kisha... Unë do të sugjeroja të kishe konsumuar vezën bashkë me... Jo, do kisha me rak ta konsumoja. Po tani që më sigurohet nga që është e pagatuar. Çe lidhje ka? Shef Koli, e di si është ky momenti, ndërkohë ajo që e provon e bëni gëzuar pas ja tim edhe shihen edhe. Ja në dy shefave, është veza e gaforës këtu. A thuj në i laf. Marrë këtë tjetrën? Ta konsumoj dhe këtë tjetrën? Mrekulli. Do sugjeroja të provoj edhe supën për t'i dhënë të gjithëve një ide reale. Aromë dhe shije fantastike. Nuk di. Dhe ne përfundimtarja ishte që neve përdorëm shumë pak përbërës, të gjithë të një çmimi të ulët, si thua, në përgjithësi, edhe rezultati është kemi disa lloj gatesash që janë shumë të thjeshta. Të themi që për të treja këto receta që këtu të themi mund të përgatisim akoma më shumë risotto, akoma më shumë supë, e kemi dhe gjendje, dhe gjitha kjo është bërë me më pak se 1 kile Shose të pruan edhe disa aty. Pra, një kosto gati 2 deri në 3.000 lekë ose 200 deri në 300 lekë, të nxjerr 3 lloje gatimesh për 3 vakte të themi ose për 3 ditë rresht me 200-300 lekë të vjetë. Që do të shohë për supën, ka një shije fantastike, ka një aromë shumë të mirë, po edhe vaji sipër e ka lidhur shijen. Por ajo që më bëri përshtypje tani është se ju i hodhët mjaftueshëm krip dhe mendova thash do të ketë shumë, por nuk ndihet as pak. Është amidoni i petkave çmike jon, po ashtu edhe ëmbëlsia. Ti e provove... është edhe pjesa e ëmbëlsisë që t'jep gafore, se gafore është shumë e ëmbël. Kështu që... Vazhdojmë. Eci, vazhdo ti. Përdorni sa më shumë gafore, jo vetëm për pjesën e shijes, por edhe për të ndihmuar ekosistemin e detit. Pasi këta ushtues të shishëm, po bëjnë në thojza kërdin, dhe pjesa e midhjeve, dhe pjesa e disa peshqve, ngjallave, etj. Dhe kjo fillon që... Jo vetëm kërdin, por gati edhe në zhdukje të shumë specieve të ndryshme. Gati në zhdukje. Ti unë që nduart. Ti ikën fjallë, apo? Jo, po e di çfarë po mendoja shefi, se nuk na ndodh kur që të gatuhet receta, edhe të qëndrojmë unë dhe Antonita, na duhet gjithmonë të shkojmë sepse studio na thërret dhe më vjen keq që këto pjata tani do duhet i lë dhe ti iki. Vjen shumë keq. Po kuzhinën këtu e ke. E vërtetë, jo, recetën e mësova dhe duhet patjetër ta provoj në shtëpi. Shef Koli, shumë faleminderit që ishe sot këtu. Vërtet një orë e rëndësishme leksioni për sa i përket kulinarisë dhe mënyrës se si ne duhet të përdorim produktet tona, por mbi të gjitha tregove thjeshtësinë e një shefi të madh. Edhe unë të falenderoj shumë sepse e vlerësova vërtet shumë. Shef Redoni, zemra jonje, zemra e shtëpisë. Shef Koli, unë të falenderoj shumë. Do ishte dëshirë dhe kënaqësi shumë e madhe që të kishim shpesh herë njerëz të profilizuar ashtu si që edhe ti. Nuk jemi shumë largë. Nuk jemi shumë largë. Po t'i bish telefon, jemi shumë largë. Për të ndarë receta dhe eksperienca kaq të mëdha dhe kaq të vjera për të gjithë teleshikuesit, por jo vetëm, po ashtu edhe për shefat e rinj që janë futur në tregun e gastronomisë dhe pse mos i përdorin këto, ose edhe një ide edhe për ata shefa që e kanë lënë pas dore këtë recetë dhe t'ia sjellim në kujtesë dhe për ta përdorur, për të mbrojtur ekosistemin bregdetar, por edhe për të sjellë shije kaq të rafinuara edhe në tryeza. Dhe shije të rafinuara sot. Faleminderit shumë të dyve, ju lumshin duar. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe sot. Që qëndruan në një sekondë unë do ta mbaj, do të ndërpres vetëm një sekondë. Shef Koli, ti ishe sot me ne jo si i ftuar. Nëse e gjithë karriera jote do të ishte një recetë gatimi. Kush do të ishte ajo pjatë? Nga këto, të treja? Nga gjithë. Karriera jote në një pjatë. Shifë, si isha përgatit për këtë? Se di ta them tash, mbasi. Ti përgatitur ndonjëherë dhe ke dëshirë për shumë përgatisë. Që nuk e kam përgatitur. Një pjatë që të karakterizon. Mua më identifikon zakonisht gjërat shumë të thjeshta. Do thënë jam i prirur tek gjërat shumë të thjeshta. Nëse do të ta them thjesht fare, nga që jemi edhe në sinë dhe unë lidh gjithmonë me kohën që jam. Nuk ka gjë më të shijshme në gjithë gatesat që neve kemi të kuzhinës tonë, se sa të bësh një pispili me lakra tegra në maj, e ta shoqërosh me i got kos me mendër.
Do vish ta bësh tani. Tjetër, Po tjetër, gjej lakra. Po sill lakra aty dhe direkt. Do dal me shefin do t'i mbledh lakrat. Po mundësisht 13 lakra, siç është 13, po 13. Shef Koli, shumë faleminderit. Iva, faleminderit. Vërtet kënaqësi që isha midis jush sot, linja për Antonetën në studio dhe vim edhe unë një herë pas pak.